Që të kam sonte në Libero? Mirë mbrëma, mirë si o gjej, faleminderit për ftesën dhe kënaqësi të jem këtu, të përshëndes të gjithë juve, të zonja të mrekullueshme dhe të gjithë ata që na ndjekun. Ju jeni biznismen. Tani, nëse kjo intervistë do t'ishte një negociat biznesi, si do të fillonte? Apo më thua i kështu drejt për drejt, si i fillon bisedat me dikët që dëshiron ti të bësh biznes? Ashtë më vorë për ndështrimi. A jem pëndhënës, a i që jap kontrot, a i që marë kontrot këtu. Oke, cilën dush? Unë e përdu me marrë një punë për e teje. Okej, nëse venti me marrë punë për e mje, jem pak provokativ. Do më thonë gjithmonë e provokoj atë do më thonë që është përballë meje dhe e mati pulsin e ti. Pse? Ashtë në gjendje... Qa quajmë provokacion këtë rast? Po është provokacion gjithmonë se njerëzit jenë pak impulsiv, a kupton? Edhe është gjithmonë disa pyetje provokative, se njeriu po them është me instinkt, duhet me ditë kanë ekip përballë. Edhe në bazë disa pyetje mund na me vlerësua, po them 99.9%, a ja vlen me lidh kontratë me të, a jo. Okej, për shembull. Pastaj natyrisht me kohën i kërkojnë edhe shifrat, dëshmit. Letrat, po, kush është e ka është e tjera. Se ka njerë gjithmonë ka lafet më dhaja, po pak mbrapa qëndrona, a kupton? Ka edhe të kundërtën, ka pak lafe po shumë punë. Okej, do më thonë, këtë ta ka mësu biznesi, jeta. Dikur që ka shumë lafe mund ketë pak punë dhe e kundërta. Kisha mëndua kërë kom filluar biznesin para 30 vite, më të vërtet, jo mashtrua, po të thëmë. Po që nga viti 2012, e këmë thonë njerë nga menagerve të mi. Nëse ma lështon dikosh po foli kështu në gjuhën, po thonë katonarë që kështu shqiptare. Shqip, ta mënë, këmë thonë nëse ma lështon dikosh në biznes, halal e koftë. Deri me sot, se kanë qenë pas luftë ato emocionet, liria, pavarësia, besimi ndërsiela, këmë se ku mëndu, na ushtjerum, s'ka mo të rathin me zvete, që shtë ku mëndu, Po, mas luftë ka pashtë, deri u filtrua, po thëmë, pak tregu, ka qenë kështu edhe manipulime ka pasë. Edhe besojshëm, me fjallë, i ke besue në bazë kontaktev. Por sot është mirë, me të vërtet, edhe në Kosovë është knatësi me punue. Ka njerëz ashtë të ndershëm, ashtë të mirë. Unë e knaqëm, punoj, po thëmë, me shumë shqiptarë edhe knaqëm me ta. Por për e vitit 2012, po thëmë, kom thonë, unë jam burri mirë halo, po këmë thonë zdu me kom burri mirë. Që kash? S'ka ardhë puna mu bëj keq. Jam halo burri mirë, po këmë thonë, zdu mu bu burri mirë me gjithë këndë. Amo kam shumë partner shqiptarë. Është taj miti që thonë dy shqiptarë nuk bojnë bashkë. Bojnë. Faleminderit shumë për këtë hyrje të emisionit. Ndërkohë unë e thash edhe në prezantimin tonë që e ke gjetë një mënyrë unike se si të angazhohesh për natyrën. Ta shohim një video që na ilustron atë që unë e thash dhe flasim në studio. Qëfar është kjo video? Qëfar nga thotë kjo video? Ne postojmë, se ka dhe ka njëherë dyshime që postojmë për më bëllajka, po ne postojmë për sensibilizimin e popullatës. Ta shojnë të gjithë qka jemi duke i për natyres. Okej. Kjo është qëllimi ojnë me postua. Kjo djali këtu, po guhet me rogë. është shumë i lumë të shumë i knaqën, për roga mesatare është në bina në qënajrë, një mjajra. Po folë shumë e shifra, se dua dhe këmë ndje një jeri. Po thëmë, ta ketë familjen, se gjithmonë, gjdo prind, thëmë, është, po thëmë, krenar para fëmijëve të vetë. Edhe këtë duhet jetë krenar para familjes e ti. Edhe kështu që këmë thonë, këtë duhet i ketë të gjitha kushtet. Ta ketë rogën, pensionin, sigurimin shëndetësor,
ketë mundësi të shkoj edhe në pushime me familje. Dhe këtë ja ke mundësu dhe që besë se këtë do shkojnë edhe ma largë. Mirë, tash po... Mirë, po mesazhi jo në këtë. E për cilë mesazhin... Para se me mrite mesazhi. Ja tash po vi këtë. Une kalojsha se jemi lindur, i rritën në Shalë Bajgorës. Jetojnë Prishtinë, biznesin e kemi Vllëshevë. Po, mua po thëmë gjdo 2 javë, 3 javë, e shkelësha këtë rrugë, e kalojsha këtë rrugë, e shijojsha këtë bukuri. Po më pengojke bërlogo, majtas, djatat, beturinat. Edhe, i më shilë që asyt nga një herë, po më të vërtet kështu e hopësha gjdo herë atë lumëturin, ku isha të shkuse me motocikleta, do më thonë dilë që më Shalë Bajgorës atje dhe dole mende, ka herë i thejmë duar të kam të kështu, po prapë se prapë nuk nalë me, edhe një ditë më të vërtet kështu, thash kjo nuk bënë mo. Duhet të gjithë nga ne, të bojnë diçka për këtë vend, ju të më shelim sytë të gjithë. Të bojnë diçka se nëse të gjithë më shelim sytë, atëherë kjo Kosovë do më thonë, pjehumbim, po thëmë që atë që kemi fitu me gjak, pjehumbim, pjembulime për logë, me beturina. Edhe këmë thonë njerin prej menagerve, ishëm në vetur, ta shej gjëma di kanë, ta pastruan këtë rrugë. Prej tunelit parë, të gjitha fshatrat e Bajgorës, që në të më thonë Denka Qanull, him fshatrat Vlahi, është Melenic, Zabërgj, Vidisheq, Bare, Bajgor, Kaçanull, Cecelia fillon nga komuna Vështres, Sekeraq, kjo është këtë Karaq, Miraq, Vesekovc, Slakovc. Kjo të kënja 20 fshata. Pra komplet rajoni. Krejt, edhe vetëm njeri ja arrimi pastrua. Veç një njeri? Vetëm një njeri, pse? Se kompania private funksionon ndryshe me ato shtetërore. Këtu e thomë hapën, një njeri ka arritë që 6 muaj, kemi fillu 7 muaj dikon, Shala, dilni sot shqyqen e Shalën, është e pasër. është e pasër, do më thonë, ka ende deponi që s'po mune me largu se ato e ngromullu me kohën, po sot unë e dje kam dalë, Mitrovic, Kaçandoll, Vidisheq. Më të vërtet ka qenë knasi, pse dojmë i dhoni mesazh. Pali, na tregom mënyrën qysh, sepse nuk është ndërmarrje e pastrimit të qytetit apo të komunës. Jo. Është iniciativë private dhe ju e krijuat, si e krijuat? Ne krijuam këto me Fatin Group. Me Fati Group. Me të gjithë kolegët. Me të gjithë kolegët. Ne kemi, po thëmë, të gjitha ato kompani që i kemi 10 kompani, të gjitha derdhën buxhet në një shoqat, 500 euro në mujt, dhe kemi krijuar një buxhet 5.000 euro. Po jo vetëm Shalë Bajgorës që pastrojmë, po dhe raste, po foli këtash raste emergjente, po thëmë mjekime të njerëzve, po thëmë me gjendje që nuk kanë mundësi, po thëmë, të përballojnë shpenzimet e veta, familjet të varfra, po thëmë, kështë s'kam në ore që janë. I ndihmojnë edhe ata, po mbi gjitha ka qenë ideja ta pastrojmë një rajon s'pako, Shalë Grupi juaj, Bajgorës. Fati Group, e keni bërë një organizatë qeveritare. Jo qeveritare, po. Gjithë hidhni para aty dhe e keni punësu një person. Ati personi ja keni ble mjetët, ja keni ble një kombi. E ka veturën, e shfrytëzojnë edhe privat, edhe këtë, e do më thonë ja mësojmë, edhe a i ka të gjitha mjetët dhe e bën punë ditore, ora 8 dhe në ora 16. E hane deri të premtën. Shtu në dile ka pushim, si kërse të gjitha punëtor tjerë të Fati Group. Veç një punëtor është? Veç një punëtor. Në të mirë të komunitetit? Në të mirë komunitetit. Edhe asgjë tjetër. Tani, Fati Group janë në Gjermani. Parët të vidojnë jashtë. Ju e keni gjithë mënyrën qysh me pagu këtu. A munden edhe kolegë tuaj, biznismen shqiptarë që janë në gjithë botën, ta marrin këtë model? Mesazhi për cilët ashtë. Mesazhi ynë për cilët ashtë. A e kuptojnë të tjerët nuk e di. Kisha pas shef ta kuptojnë të gjithë. Unë e kam pas takime, po thonë kështu edhe me kolegët e me tjerë. E këmë thonë, ne do të pastrojmë Shalën, po ju tër Kosovën, s'kemi mundësi. Këtu do të, po thonë, është në nivel qendror, do të dhe qeveria, po thonë, ministria. Ka dhe nga ona, po thonë, e qeverisë, po thonë, edhe ata, po thonë, kanë thonë shenja shumë të mira, që do të pastrojmë Kosovën, do të shpallëm luftë në beturinav, dhe kjo është sfid e të gjithë neve këtu. Tani, e para është që ne të mos i hudhim ato mbeturina, të mos i hudhim vende pa vend. Kjo është mesazhi. E dyta është që institucionet ta kryejnë punën e vetë. Jemi në kontakt të vazhdueshëm. E pastaj e treta vjen bamirësia ose shembulli si juaj që mund ta ndjekin shumë biznismen nga rajonet prej nga vinë.
Qërë, ne si Fati Group kemi fillu pa 4 vite dhe me biznes. Deri sa kemi fillu me biznes, nuk kemi qenë është edhe të kyqën direkt, po thëmë në tregun, Kosovar, kemi orë marrall, edhe të thëmë. Po duke bërë biznes, duke por gjendjen alarmante, jemi nërë këmëndu, ka dalë. Ne jemi, po thëmë, të një rini, po thëmë, të shkelqyshme, që kemi marrë, kemi trajnua, e kemi eduku për punë, dhe bëjmë biznes këto. Se mos të bëjmë edhe disa për komunitetin, për rinin. A kupton, jashtë biznisit, kjo ka qenë ideja, jashtë biznisit kontribuojmë edhe për të tjerët. Jo vetëm të marrim, po thëmë, përfitojmë, po dhe të dhojmë pak, të dhojmë edhe për të tjerët. Imagino, do me thonë, një person e ndryshon komplet gjendjen në një rajon caktuar. Ndërkohë këto janë fotografit ditës sotme. Çka ndodhi sot? Shumë pas njerëzve. Qërë tash shala shumë e pastor, këto kanë qenë deponit e mbejo të ratë që s'ka mujtë personit në fjallë të i pastroj. I vetëm. Këto jemi angazhur të kënë 200 veta, në zonë sa 5 shkolla kanë qenë, ka qenë Ritek, ka qenë Ritek që i kompania Fatit Group, ka qenë Detion, kompani arkitektes që është të Fatit Group. Punëtorët të Fatit Group, kënë qenë 60 veta dhe Cash Plus është një kompani financiare edhe është të Fatit Group. Dhe jemi angazhur të zjarë fikset, komuna ka qenë, më të vërtet ka qenë kryetari komunës e shqyqon Kukahia i sot, është po thëmë pa imaginushme, asë do më thonë ka qenë një vullnet pozitiv të jekun këtë deponi. Ja kemi arrit dhe sot shala garantoj që është veni maj pasur në Kosovë. Veti kisha lutë të gjithë, mos të hudhin Beturinë, se shala ka dhe turistë malor ta shumë, ndalin të shëtisin në natyrën e bukur shalës, dhe më të vërtet është për keq ardhje, se do më thonë ato që i konzumojmë, se du të mi hudhë natyrë. Se nuk i marë në një qeset e vogël, edhe kemi të gjithë, po thonë, konë bërlogut, aty t'i hudhim. Pastaj, gjdo jo, besoj që në gjdo qytet, vjen, po thonë, komuna, edhe ato i kam me një kosto minimale, po thonë, që mund ato në Beturina me tërhek. E jo me lënë rrugve, ose me kryu deponi ilegale. Kjo është merri, po thonë, të merri, nëse vjen dikush nga jashtë. Ne jemi, po thonë, një pjesë e vogël në botë. Jemi një njollë shumë e vogël, nëse marëm globin. O mos bëmi virus e këti globi. Në këtu në Beturina. Se këtu në Beturina... Gjithë evropianë kur vinë këtu nga kritikojnë... Këtu në Beturina, këtu këtë dëpërtojnë deti. Përmendin Beturinat. Ne nga njëherë të tojna, okej, po hojna ushqim deti, po hojna ushqim pasër. Jo, nuk hojmë ushqim pasër. Se ne do më thonë ushqimin që konzumojmë nga kafshet, në malë, në fush, nga deti. Të gjitha do më thonë, së është një fjallë popullore. Të gjithë ne i kemi spaku një kartel të bankës, mikroplastik. Se konzumojnë nga kafshet. Mikroplastik në trupin tonë, nëse filtruat gjokujën, një kartel, në Kosovë thëmë 2 kartela se 3 kemi në gjokujën tonë, më shumë. Të me thonë, nëse na hekin atë plastik 2 kartela, veç pare s'kemi se kartela, po. Në Gjermëni është një kartel, thujen të na janë 4, garanti, kemi kështu në gjak, nëse filtruat. Ashtë kjo si një sfit personale e jotja është, ha? Kjo puna me Unë i kom shpoll luft në Beturina, po mbi gjitha nuk dërzona dhe jemi sigurt që shala do tjetë vendi pasër. Se kemi gjdo biznis që kom filluë me instinkt e di që arri, edhe këtë arri. Pse? Se Beturina të mdoja njek. Këtë djoli për jabën ka njerë, për çka me punu në tash? Thëmë ti veç ki muen. Kut pa ishdoze, shishë rrugës, që ato kemi marë, ti pun të tërskija. E ki 20 fshatra, pastroj mjaftu shumë është, unë jëmë shumë i knaqen. është pak investim, po ma shumë unë flenë që kjo, ma shumë unë knaqë që kjo, që e bëjë se këtë bizniset që i këmë 10 kompania dume tjera, ma shumë angazhuan atë pastërtia e shalës bajgurës se të dumet bizniset. Sërëzisht, po edhe e bëjë me pasion, se knaqëna kër e shënë natyrën e pasër, knaqëna kër mesazhe arrin të tjeret. Të tjeret do me thonë përkrohin edhe thuin, hej, përkrohim në kim brapa. E kjo është knaqësia ma madhe, që një ditë ta bëjmë Kosovën të pasër dhe dolim shëtisim, e të nëhasim atë aromë, po thëmë, që ne ebë Kosova. është vendi ma i bukur në botë. I ka të gjitha. Faleminderit shumë. Tani, jam shumë i lumtur që këtë mesazh po e përcjellim përmes emisionit Libero dhe tek audienca. A mendon se
Shiko, të ne bizneset nuk e ndjenë si përgjegjësi këto. Për fat keq. Po ju e ndjeni si përgjegjësi. Çfarë duhet ju themi këtyne bizneseve? Sepse kemi shumë biznese të fuqishme të ne që as mbeturinat e veta nuk i menaxhojnë si duhet. Unë mendoj kështu, çdo biznesi ka mundësi 2.000 euro të investojnë në një punë të tillë. Çdo kush ta marr përgjegjësinë aty ku është i lindur, rajonin e vet. Unë jetoj në Prishtinë, Shalë Bajgorës e shoh një herë në 2 javë ose në muaj. Po në prap, ondrat i shoh Shalë Bajgorës, se kam lind atje. Ta bëjnë të gjithë, po them të ngjajshme. Aty ku ka lind, ta merr pjesën e vet, ta pastron. Bizneset janë 2.000 euro investim po them ju orë. Në investim para prak 20-30.000 euro, se vetura e tjera, po me 2.000 euro është punë e madhe, bot. është punë shumë e madhe. Se me këtyne përqindje, po thëmë, nëse një kompani bën 1 milion euro qarkullim, ose 100.000 euro fitim, po thëmë, është minimale, me asë 2%. Neve së të shkëm përshem asë 0.5%, po thëmë qarkullimit, qka e bojmë në Kosovë. Do me thonë është diçka minimale, po minimale është. Impaktin e ka shumë të matë. Ka njëherë një drejk Prishtinë kushton 2.000 euro, ndodhë. Me një drejk e pagun, njëra janë më pastrua. Okej, kush ka pare e pagun 2.000 euro drejkën, veç na... Zoja... Mund ka ndodhë me pagu drejk në Prishtinë në 2.000-3.000 euro, që ta po thëmë, me 2.000 euro... është tjetër liga jo. Faleminderit shumë për këtë pjesë. Do të shkojmë në publicitet dhe kthehemi në pjesën tjetër, do të flasim pastaj për historinë e Baliut dhe të biznesit të tij. Faleminderit. Reisebyrå Prishtina. Fluturime direkte çdo ditë me çmime ekstra të lira. Zürich Prishtinë. Rezervoni online në flyrbp.com.
Jemi këtu në studio. Lejoni që t'i falenderoj tani Rajze Biro Prishtina, një kompani me përvojë 40 vjeçare në fushën e transportit ajror, e cila ju ofron fluturime direkte nga Prishtina drejt Evropës dhe anasjelltas në 30 destinacione të ndryshme. Rajze Biro Prishtina ju garanton lidhje të sigurta dhe të rregullta gjatë gjithë vitit. Për rezervime, vizitoni webfaqen flyrbp.com apo kontaktoni në numrat e kompanisë që ndodhen në faqen e tyre. Faleminderit shumë Rajze Biro Prishtina. IPCO ka lansuar ofertën promocionale për pakot roaming me 50% zbritje. Pa QR kod, pa SIM kartela, shumë thjesht. Vetëm me një kod përdoruesit mund të aktivizojnë pakon e dëshiruar roaming dhe të lidhen me internet në Kosovë, rajon, Evropë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ma lehtë dhe ma lirë se kur më parë. Këto pako ofrojnë aktivizimin e pakove me njëherë përmes kodit të shkurtër ose aplikacionit My IPCO, mbulim pas SIM kartela, shtes, pa QR kod, e tani edhe me super çmime dhe fleksibilitet sipas nevojave të udhëtimit. Pakot janë promocionale me zbritje 50% dhe ju merrni 3 GB vetëm me €2.99 ose 5 GB për €4.99. Faleminderit shumë IPCO TV. Një falenderim i veçantë edhe për ujin rrugove, që me freskin dhe cilësinë e tij na shoqëron në çdo moment. Uji është burimi i jetës dhe thelbësor për shëndetin tonë të përditshëm, prandaj kujdesi për cilësinë e tij është kujdes për vetë jetën. E pifshi për shnet, faleminderit shumë uji rrugove, faleminderit sponsorëve. E tash do të kthehemi mbrapa në kohë, tek një fotografi e indeksit. Çfarë të kujton kjo fotografi dhe çfarë periudhe ishte baliu atë? Viti 1990 ka qenë studimet, semestrin e tretë, i kam ndërprer studimet edhe i thash babës po shkoj në Gjermani për një 12 ditë. E tash kur nala mendoj, thash se du më kthy prap me vazhdu studimet. Po këto zonjat, po thëmë edhe shumica e shikuesve juaj e din, që dhe më thonë atëherë nga bojë pa mundshme me studiu në gjuhën Shqipe, masat e regjimit Miloševićit, unë bëllë fakulteti. Thash që shkej 3 mujtë në Gjermani, i fitoj një 1.000 marka dhe kthehena në Kosovë. Dhe më thonë, në nise për 1.000 marka? Seriozisht, për 1.000 marka kam shku dhe i thash babës po shkoj për i marrë 1.000 marka, kthehena në Kosovë edhe vazhdoj studimet, se shpenzimet e mia ishin 100 marka në muaj. A më tha, Bili ma buni kështë tha, birë jem, tha, djale jam kështë, ta man, që është flasim ne. Tha, djale jam s'ki nevoj. Për 100 marka, ja, tha, unë ta garantoj të rjetën me hangër me pi që ku jemi në fshatë. Po, për diçka më të madhe, s'muna me thonë. Atëherë, tha, vendos t'i vetë. Unë e s'thom shko. Qërë ma ka bo? Thash, po shkoj për provoj, për i marrë 1.000 marka, kthejna studime, kry fakultetin dhe punsona në Kosovë. Çfarë ndodhi në vërtet? Shkova, të thëmë të drejtën, dhe hyra azyl, se ishte mundësia u dofke me ju azyl, punova një 7 love atje, një nejta 6 muj pas ta, jo 3 muj. Edhe jem këthy me 24 nëntor, 91 kam shkuar, jem këthy 92-ën, kum nejt 3 muj në Kosovë. I pota një 4.000... Shkove 6 muj, punove... I mora 4.000 marka, i fitova 4.000 marka. O, ti 4 fakultete mi kryta, asha 4 vjetë. 4 vjetë. Edhe u ktheva. Si që këthym nga Gjermania, tash shone më buaj i mirë, a ideali i mirë, tash babë që i kuj ki lekt, paret, baba me njëherë investojnë toka. Me të më prapa pare. Edhe, i thash, edhe i kisha 300 marka, shku më Shqipëri, u hap kofinë në Shqipëri, ishte hera parë, mas, po thëmë ishte shumë emocional me shku në Shqipëri, vetë se hap kofire, 300 marka, edhe aty hargjova 300 marka në Shqipëri, me thonë, babës, a mi lek prapë mbrapa më veke keq, thash, babë, tash du me shku për e me në Gjermani. Tha, pse? Thash, fakulteti nuk po hapët. Punë s'po ka, thash, du me shku prapë në Gjermani, edhe më të vërtet shkova dhe më thonë ka qenë shtator 92, deri u kry lufta dhe më thonë vetëm njëherë kam qenë zezën kam ardhë. 95-ën, u kry më këthyë, unë e di që shumë këthyë. Kufiti më kalu dhe henë zezën për Itali, Francë, Gjermani,
kam hi, edhe kam qenë në marrëdhënie punë në atë kohë, isha. Okej. Edhe më këthi mas 5 dite, po dhe më rrugështë, po mbi gjitha kom thonë du me shku mi po dhe herë familjen. Edhe në deksha, mbi gjitha i kom po prindit. Kur të kish marrë mali, po para se me ardhë këj moment mu këthy, kur shkove herën e dytë në Gjermani, qëfar bëre? Si u sistemove? Punove? Qka punove? Unë e thëmë, sot rinia nuk e vlerësojnë qëfar kushte shtmira kanë kur vinë në Gjermani. I kanë punën e sigurt, banesën e kanë shumica. Ne kur kemi shkuar, po thëmë, kemi flajt në një hajmë azylantësh dhe 200 veta një vend. Kemi flajt në kushte mirime, edhe kusht, vetëm ata që e përjetojnë vitet 92, 97 në Gjermani, ata e din, ti me tregu. As një shqiptar nuk ka pas drejt pune. Kur u hi dikush me punu një fabrik me letra i thëshin, wow, filoni kish marrë letrat e punës. Dishka e madhe. Këti shkuja kam bu për hajre. Se i ka marrë letrat e punës, sa din. E sot, për shembull, kur vinë këta piktyjet, edhe ankohen, ka ankesë, jo, s'po bo kjo, s'po bo kjo. Kur në kërë marrë lejen e punës, anë çfarë gëzimi ka qenë. Tash nëse kthejmë të puna, në vitin 1996, kum punu se punëdhënës, po jo me emër timin. Jo, para se me mri aty. Qëtu është një foto, ku ti ke punu, Që të? ose mas pari mas shpjego që të foton këtu. Këtu është, do më thonë, këtu në hajmë, që të regova në hajmë Zelanti që rrishëm. Pra kjo është vendi ku rrishit. S'kyshëm që a bëjshëm, drejt punës s'keshëm, lexojshëm gazeta, kështu ka pak që gazeta Rilindja pas. Rilindja, po. Nga tu ishëm që aty, hangshëm, pishëm, Sa ko? lujshëm futbol, që të kanë në qitë vend kemi nejtë diku një vete gjysë dhe vite. Pastaj, Me kanë ke qëndru? Ke pas të njofshëm? jo të njofshëm familjar, djallën e agjës, e komende, nga dita e parë, ka qenë 16 vjeqare ku marrë me veti, edhe më tha baba, se në një vlog, që shko, tha, merë edhe tha djallën e agjës. Thash, po i ri, 16 vjeç. Tha, merë tha se edhe këta ka nevoja, dim, për financa. Pra atëherë shkonin për me... Prej ditës parë, jemi bashkë ende. Jeni ende. Në kompani të fati, grup, kërsi në do. Okej. Sot do më thonë jena para pensioni, se ta shune e këmë bëka gjithë do vite, jemi para pensioni, po dhe me sigurim pension dolim bashkë. Kur keni qenë këtu në hajmë, apo hajmi thoni, apo? O s'keni pas drejt me e punu atëherë? Jo. Po qka bëjshe këtu, qka lypshe këtu? E tash këtë, hajmë edhe më dhani mundësi me shku me punue, dhe me në këqyrë teshat zhmura që thujnë, adim kështë, po e dishtim që s'kene dhejt pune, shku që të punu një 2-3 mujdet, po edhe dishta që s'kene më marë pare. Se punut pa pare? Se u vrejke kështu ai instikti, edhe ja bëjsha djallit agjës, vllajt e një tjetër tashej. Po shkojna po punojna na pa pare se pa pare dhe në hajmë po rrina. Po shkojna punojna pa pare, po mësojna diçka edhe s'kena monotonimin e qëtë. Po që ato që ka të mësojna, s'mëjna merë kërkush. Okej. Na mësojna diçka pa pare, por dikur bëhem eksperta, bëhem majstora. Kur bësh majstor, kërkom punë dikun tjetër. Edhe kështu ka qenë, që ke pjesë ashtu ka qenë kemi punu seriozisht pa pare, një 3 mujdet, i kisha një nimi marë ka rezerva, u hargjun, pja bëj një pëndhonë si Gjerman. Na ishëm, po thëmë tashtë si kompani në emër të tjetër kujna. Po, unë e dilë shasim front, emri i Resulit, po zojmë, si shef, për Resulit s'du këtë korë, si Gjerman. Po e tashtë i veç emri në lema si në kompani, unë e merëna me kontrata. Edhe ashtu vendosëm, kur porës e bdisë ishëm dora e tretë. Dora e tretë. Nuk vesh i lek... Sup kontraktor. Sup, bravo. Sup jena kom. Edhe për thëmë ati kryesor, ta shena zvina për nesër, pëse ta s'kemi lek. Ta pëse lek të keni marë, ta shjo asja s'kemi marë. Ta bënë një kompani. Pse se keni marë, sepse ai i mesit, njëni nga supat, që ka përcjell dërë të ju. Qashtë, se s'kishe kontratë, shë me thonë veç marë gëjore. Ta bënë një kompani, ta shë unë s'kam drejt as me punue. Ta po gjoj e di kanë. Ta shkaj me gjitha, gjoj një Gjerman. Qështë di ka qenë? A më jep ti punë? Tha po. Edhe e kum gjetë një Gjerman, ja kum dhonë 3.000 marka. Në muj. Muj, unë de facto s'kum pas drejt puna. Po tash le të dinë dhe Gjerman, s'është gajle, kanë kalu 30 vite, kështu që s'ka... O vjetërsu si landa din? Landat ekonomike vjetërson, ha? Vjetërson. Okej. Edhe ja, edhe thëmë edhe hapër, se me të vërtet s'na kalon me punu Gjermant në atë kohë. Se mas pore kam pas drejt Gjermant, Europian, pastaj të huajt.
Edhe tha, po, gjojë di kanë, e kena bu firmën, për 1-2, një ka kalu 11.500 marka. Aja ka qenë vlera ma e madhe njëtë që mojnë mendo njëherë, kër i ku morë 11.500 marka në kompani, edhe se konë kompania e më halo, po ne me la gjojsha, i kisha qasë në gjërologari, në të kë, se kisha autorizimin, po jo drejt pune, autorizimet i kisha. Edhe 4 vite ku punu në këtë formë, dhe në vitin 2000, ku më kalu firmën në mënë temë, edhe aty jam rahatu, jam relaksu pastaj. Tani, a i Gjermani që të ka dhonë punë, ku është? Jemi shok, punojmë ende bashkë. Seriosisht? Më të vërtet punojmë ende bashkë, po punojmë në konstelacion tjetër, tash me folë me shifrën, një me thë njerëzit për dhe i ka shpatit shumë, unë i këmë siguroj kontrata, vitin e kalume kemi kry një projekt për bashkët, kompania tyre dhe kompania Fatit Group, ka qenë 27 milion euro që unë e këmë sigurue, po e kemi buzë bashkë, këmë thëmë tim këtë një mu atë kohën atëhere, tash unë të një moj edhe në atë këptimin bashkë përujën asë bashkë, po jemi edhe shokë, se thëmë, kur të ebë dikush njëherë një shansë, mos e keqë përdorë, rruje gjdo kontakt, edhe kur si këmë kërku 2 shansa dikujna, unë këmë thonë 1 shansa, ma, 2 të më kur mësë me ebë, edhe do që më thonë 1 dhe 2 shansa e meriton gjdo kosh, po më në vesh një du. Kur 2? Kur 2? Kur 2? Tani, sigurisht jemi shumë vite pas dhe a i Gjermani e ti e një bo kolegë. Po, gjatë këti rrugtimi nga Bajgora në Gjermani, cili ka qenë për ty vendimi ma i vështirë, i cili edhe ka ndryshu gjithë qka, pozitivisht? Vendimi vështirë ka qenë me të vërtet munda nga Kosova. Munda nga Kosova. Unë e kujtoj të ndjerën nanën, kër jem përshëndet, dorën kër e kam nënë kër jem dagë, pëtën. Aja shke keni një dasëm me babën, unë e shkova deri Mitrovicë. Edhe ndomë është mazhik që të një fshatë aty në rruga. Ta shvete paramëndësha në me lotë në sy, dhe që qështë dhe më knaqë e ndasëm, kër nuk e dim ku o këtë djallin dhe më thonë gjatë rrugës. A i ka qenë gjithmonë kështë e kënë kujtue. Imazh që e ke majtë gjithmonë. Edhe moj e kështë me emocionon shumë gjitharë, së në lidhësmeri me nënë e këmë pasë me familjen shumë gjitharë, adin. Në bëjtë gjitha me nënën, kër i bëjsha, unë që ta dhe lidhësmeri me Kosovën e këmë majtë shumë, pej viti 2008, gjdo 2 javë i marrë në Kosovë. Edhe këmë thonë vetës, me bu me dik nëuna, se qërtoj vetën, pse s'ke nejtë me të, pse s'ke kalu ko me të, e që aty ta jem lidhën me Kosovën, se tash nëuna kanë rruje që 2 vite, po më thirë edhe baba, me likorë dhe disë nëuna dhe e vërrosëm, ta, a do në marrë edhe për mu tash, si kër për nëunën, seriosisht, tash fjallën e ki që edhe për ty ka marrë gjdo 2 javë, edhe më thirë para një javë dite tash, ta ku je, tha se kun mati, ishim këtu festat e pranverës, tashti, tash për javën tjetër, bike, javën tjetër tash e më Kosovë, një më ka marrë që 1 javë, edhe kaloj edhe tash edhe me babën e me tjerë, familjen, rrethen, se mu më lidhë familja shumë, me të vërtet kalojna shumë mirë. Vlezër e kam, dikan këtu e kom konatat, po thëmë tash dhe konatën e kom si kur nanën, ta thëmë drejten. Më rrejnë gati shtu, kështë atyush, atë zhigun e nanës, këtu në Kosovë, ma he konatës, se respekt intercial, ta kupton, aja është, familja është, mbi gjithë të thëmë respektja. Por, po thëmë edhe njëm kështu, nuk e arres njerin. Të gjithë janë të angazhuar në bizniset e Fatit Group. Të gjithë. Të gjithë. Motar, vlazën, nipa, mesa, po jo në pozita, o dhejtëse, atë so meritojnë. Gjithë kush atë sa e meriton. Po dëshmua vetën që din, me repozitën o dhejtëse. Se njerëzit kur si kum gritë në baza familjare, po në baza qka din. Edhe kjo është parim tonë. Kër e dëshmojnë, atëre e thëmë po të o dhejtëse që të pjesë biznisit. Teresa nuk e dëshmojnë, duhet me ungritë si gjithë jo se mund edhe me dëmtojnë. Pse e rëndësishme ishte? Edhe dëmtojnë, do shtë të njerën. Bali, pse ishte e rëndësishme për ty që të rikthehesh dhe të investosh në Kosovë? Dhe qëfar ambienti gjete në Kosovë për investim? Unë nuk kam qenë kur interesur të investoj në Kosovë në atë kuptimin të bëj konkurencë tregut këtyjet. Kom investu në prona këtu e kom ojtë për vete. Po këmë thonë se investoj në Kosovë do njëherë disa më prodhem, du me bu një produkt që tjetë mbi gjitha në nivel Gjerman ose Europian. Por ne kemi investuar këtë në 2 rezistentën të azjarit, po kemi investuar derit me tash dikon, kisha thonë mëra 4 vite 30 milion euro. Po produkti është
më mirë se sa po thëmë mesatarja e tregut Gjerman ose Europian, se kompania Fati Grupa ke që këto, për shembull, të gjitha këto objekte, do më thonë, këto që i shofim, këto prodhuan dyrt kundër zjarrit. Rezistentet e zjarrit është Google München, është Lua Koblenz, është Abit Berlin që kjo, janë 3 projekte, po thëmë, është Google, Amazon, për shembull Telekom, janë projekte nivellit, po thëmë, është liga më e lartë botërore. S'ki ku shkon më lartë, për shembull, në nivel biznesi, në ndërtimtari. E të gjitha këtu prodhuan nga Riteku në Miloshev. E kjo për shembull më mburë, që i kemi marrë një rini, studenta, ju kemi dhonë bursa, e kemi trajnu, e kemi shkollu, e kemi zhvillu, po ata nuk din me punu si tregu kosovarë, se ata e mentalisht, fizikisht këtu janë, mentalisht e në Gjermani, se vetëm për tregun Gjerman dhe Zvicran punojnë, e kultura e punës është 100% Gjermane. Çfarë janë këto dyrë që i bani ju? Këto e në dyrë, po thëmë, dera mesatare. Inteligente, po thëmë. Dyrë inteligente. Janë, për shembull, Google nëse marim, këto e menaxhohen prej Amerikës, hapën, byllën, Face ID, për shembull, ose me fingerprint që janë dalet emergjente, në razjarre. Këto të allojnë drejtimin ka kime shku te, që mos me hasë dikon në zjarë, ose në tëmë. Sa të mbyllë mënyrë automatike, se detektori që me thonë, mbyllë derë në mënyrë automatike dhe nuk hapat e derë nëse kjo pjesë është të djegë. Ty detyron me shku në pjesën tjetër. Që do me thonë, në rast emergjence, nëse një derë nuk ka funksionu, ne kemi përgjithësi personale, si kurse të vetura. Se çdo derë menaxhohet dhe nga auditori Gjerman. Auditorin Gjerman e kemi çdo 6 muaj në Kosovë. Sa kushtojnë këto dyrë? Dera me ashtre që kemi shqitë, po thëmë është Google në München është 40.000 euro. Një derë? Një derë. 40.000 euro, okej. Por, ka derë, po thëmë 3.000 ma e lira më duke që kemi shqitë 3.000. Nëse morë mesatare, kështë thonë njën 6.000 euro dera mesatare, po në një kamion kër eksportojmë është 600.000 euro dikon në tregën. Por... Keni shqitë në ide në Kosovë? Më duke një 3-4, kështu, se thë një fjallë popullore, këtë ndoshta e din këto zonjat, thënë në selja si kalëgjohet gjithë kuj se s'ta kupton. Që të dyrtona... Që të dyrtona nuk e kuptojnë këtu ende. Ne e pomë nëse e potë dhe më thonë në Tiranë që ka ndodhe. Kjo është qeshti dhe më thonë që koncepti kundër zjarrit nuk bëhet ose nuk zbatohet ashtu që shdo. Normal në rast e zjarre, nëse punohet me standarde europiane, asë një banor nuk bën me dekë nëse, po thëmë pas pasoja nëse ka zjarë. Se dyrt automatike mbyllën, 90 minuta kundër zjarët që ndrojnë, edhe pëse është gjëmë, ti je sigur në nënën tjetër derës. Derit vendi ma shpejt, 90 minuta. Edhe pëse 90 minuta është shumë e gjatë, po 5 minuta në Gjermani, është regull, maksimal 5 minuta do të marrë një mash zjarë fikset. Kurse në Kosovë, po thëmë një ashtë e në 15 minuta. Po mbi gjitha, po thëmë na, ne jetojmë të gjithë, edhe në jetoj vetë, në një banes, katin e tejet, gjithar kom frikur flej. Një prej motove ke të rritë në Kosovë, eksportin në Gjermani. Ashtë kështu 100% pse ke ardhë deri te ky? Unë e këmë thonë, unë s'kam nevoj, më të vërtet për vete s'kam nevoj me punue. E këmë kryo ato ambicit e mija, e këmë kryo ka që shumë vite. Këmë thonë, nëse bëj diçka, bëj për të mirë në këti venit, për shoqërinë tonë, për rinin tonë. Këmë thonë, rinin s'du me eksportu jashtë, rinin me lonë Kosovë, me punu këtu, mu zhvillu këtu, produkti me qunë Gjermani. Vitin e kalun kemi eksportuar dikun 9 milion euro nga Kosova me një ekip. Asë njës ka punu dikun ma heret. Të gjithë i kemi trajnue prej zero. Studime kërë kanë qenë. Sot mosha mesatare kësha thonë të këne jënë 27 vjetë. Nëse morëm Google, projektin Google ka qenë projekt 5 milion euro, një studente e ka menagju prej Kosove. Një studente? Seriozisht, është... Ti thema heret që jetojnë këtu për mentalitetin e kanë Gjerman. E pagat si kanë? Pagat është njëjtë. Thënë, një punëtori, bile veta dje një punëtori pash, edhe familjarë, e kështë bje një vetu 20.000 euro. Edhe u gëzova. Thash, kur e ke bje këtë kërë, tha para do dite. Thash, po gëzova, nëse s'po gjëlezoj, që dhe më thonë punëtor tonë arrin me bje vetu 20.000 euro, blejnë banesa, e bankat i financojnë, pse, se din cila kompania mbrapa, me ble banesë edhe kanë mundësi me bu pushime, me shkue me familjen deti, e tjera tjera. Kjo ka qenë qëllime.
që mirëqenia sociale e punëtorëve që janë të fati grup tjetë që ata mos ka nevoj të dalin në perëndim, të kërkojnë punë në perëndim. Dhe më të vërtet e kemi atë standard. Asë njerën nga punëtorët e fatit që 4 vite e fati grup nuk ka dalë jashtë. Vetëm nëse kanë gjithë nusët e këtu, a këto në gratë... Oke, nusë jatë qonë vallaj ku do. Hajde ka, që është i familjare. Si zgjedh ekipin ti? Si zgjedh partnerët dhe 2 prej partnerëve kryesori ke Irfanin dhe Arbenin? Si ke gjetë këta? Irfani ka qenë personi i parë, kom thonë, hej, du me provu me dikan me nda dhimbjen dhe gëzimin zbashku me pas. Me pas dikan, së është mirë. Edhe kur të fitosh, edhe kur të hopsh, me folë me dikan. Dhimbjen dhe gëzimin biznes? Atëresht. Kuptohet. Se biznes ka dhimbje dhe gëzime shumë. Se edhe knatësia në biznes, është mirë me nda me dikan. Po edhe kur ka, për shembull, ka gjëra diskutabile, po zojna, ka edhe probleme për të zgjidhur, kur jetë 2 vetë, 3 vetë, zgjidhën ma letë. Vetën merë vendimet të gabushme nga njëre. E kjo ka qenë, kur të kojna bashkë, kur keshëm bashkë, edhe ashtë ndodhë. Irfani ka qenë vitin 2012 si partneri parë, Arben Grajqesi në vitin 2018, po të ashtë thëmë drejtën, une ja kumë dhonë përqindjet e mija, po jo që kumë hupë, ne kam fitu ma shumë, edhe fitoj ma shumë. Pse? Se tortën teme, e kumë posa që këtë telefon vetën, e kumë do me ta për gjëst, po tortëja jo nëse që këtë avëllin tash. A këpëdën, e kështë që unë kumë fitue, kumë përfitue, edhe e kumë logarit, ka dalë se po funksionoj ka me ndoa dhe me të tjeret biznisin. Tash jemi diku 25 partner kisha thonë në shumë biznise, po gjdo njeri e ka përqindjen e vetë, edhe ati du të me idhim zemra, jo veç mu. Nëse fitojna bashkë, por edhe kër hupëm bashkë. E kështë që partnerin e zhjidhe, kisha thonë pak me instinkt. I kam do pyetje shkurt kështu. Ke punëtor Gjermana dhe Shqiptara, po ma shumë Shqiptar? 99% Shqiptar. 99% Shqiptar. Cila është cilësia më e rëndësishme që e kërkon ti të një punëtor? Struktura, tjeti strukturuar. Tjeti strukturuar. Jo i shka për derë, du që thëj. E bojna një sistem. Një sistem. Zakonisht merë në vesh me sisteme. Kom qef me nejtë në vi. Jo në qmojnë djatë. Qyshtë e caktojnë asë bashko. Strukturën. Më përmbojnë strukturë, aja për mua është... A e ke largundë njëherë dika nga puna, pa drejtësisht? Nuk e besoj pa drejtësisht, po e largojnë nëse, do më thonë, nuk rëmë në strukturë. Ose nuk... Në gjithë më thonë, firma nuk është e imja, është e gjithëve. Ne jemi familje. Në një familje do të më kontribu gjithë. Unë kështë thonë është firma ime. Firma është e gjithë punëtorëve. Ju thomë, unë e s'punoj mu për veti. Unë punoj për të gjithë ekipën. Edhe këtu edhe atje. Jo për mua, unë s'kam nevoj. Shpesh ju thëmë. Ajë do më thonë që do më tonë shoqërin, grupin, ata e largojna. Vetëm ata që do më thonë e shofim që kë diskutojnë gjëra pa lidhje, po thëmë kështë ka njëherë, edhe mund me prish grupin. Se thonë një mollë e keqe, ta prish një gajbe. E kështë që ata i filtrojnë, a veç. A i pranon gabimet nëse bën ti gabime para stafit? Unë e zbëj gabime. Zbën gabime? Pse? Ja, bëj gabime. Bëj gabime, po me të vërtetu në këm qef. Thonë, kush më korrigjon, kush ka një ide tjetër, e paguj dhe më thonë idenë. Edhe gjdo ide që e sjell dikush, unë e paguj ekstra. Ashtë punëtor, ashtë menager s'ka lidhje. Nëse unë dhe më thonë e kam një ide, tjetëri ka idenë më të mirë, thëmë po, për marim idenë tonë, ta paguj ekstra. Seriozisht? Seriozisht. Okej, interesant. Po ata që të kritikojnë edhe të kundërshtojnë, si ishe, si u qasësh? Mrena grupit apo njerës jashtëm? Brenda grupit, për punë, po flasim biznes, si menager. Unë gjithmonë jemi shumë të hapër. Unë i thëmë, ju merë një vendime më su frigani. Nëse s'keni mundësi me marë vendime, atër kontaktëm një mua. Vendime merë 90% që ja ke qëllu në regullje, ja ke huqë 10%. Së shkur gjo? Se gjithmonë do të një këqyrë so ke gabu, so ja ke qëllu. 100% se ja qëllon kërkosh. Po 90% që ja ka qëllu e, për mua është... 90%, po 60% mja qëllu? Nuk ndodha, jo. Nuk ndodh? Jo, se edin qatë strukturën, qatë vinë. Do më thonë sistemi si le me dalë? Si del, maksimal 10%. Okej, interesant. A me ndonë se punëdhënë si shefit duhet ketë mardhënje shoqërore me stafin? E bojmë gjithë.
ne çdo të premte luajmë futboll për shembull me stafin. Me pjesën e stafit dalim me motocross. Tash për mua stafi është pjesë e familjes. Të gjithë i përqafoj, rrim me ta, pina kafe, dalim, luajna futboll, lojra ndryshme. Për mua stafi është i njëjtë sikur se edhe partnerët që kam. Nuk e respektoj si staf, po në thëmë, stafi është sikur fëmija. Nëse stafi ka problem, e ki dhe ti një problem. Sa është pjesë, po thëmë, ajë syti ka të ti, të pëndonësi. Nëse ajë vuan, për shembull, si ka kushtet adekate për me ushqy familjen e vetë, me qenja sociale së në regull, ajë smud me po sukseset ti. E që të po thëmë, kështë... Si e motivon stafin për te pagës? Dhe ata lën njerëzit punën për shkak pagës, apo... Nuk e besoj, po njeri nuk ngjot kora e fjalla popullore, ka gjithmonë kështë diskutime, dojmë, po gjithmonë njën standardet. Kër ngrisëm paga, ngrisëm me përqindet e barabartë për të gjithë. A, përqindet barabartë për gjithë? Po ndodhë, disa për shemë ka dorë për në turën 3. Edhe thëna 6 ditë kime punu me qëtë pagë. Ka, punëtor të okej, së më intereso paga. Unë e du me kalëzu vetën. Aj që kalëzu vetën, ma 6 mujë vlerësojnë, po ti jenë qëtë kategorinë, 1, 2, 3, 4, 5, edhe hinë kategorinë matë mirën, pëzojna. Ose të ne, edhin këtë, si bot vlerësime, jenë kategorinë 4, pëzojnë, 2, 3, 1, ashtu e bojnë e vlerësimin. Edhe, por me thonë e kalun punë dikush, ndodhë, kërkon ma mirë, pëse ja? Po zakonisht këthejen brapa. Këthejen brapa? Po. I pranon? Po. Po. Po i pranoj. Pra pre fillimit? Do po. Do po. Do me fillu 6 mujt prap, 5 zerës. Aha, si disiplin. Dënimi është qaj, po kemi fillu ku ke qenë ma heret. Jo mund më orë ma ingritur, po do me orë ma oltë. Oke. 2 prej fëmijëve tu i kenë punë. Po. Janë shefa? Shefa me kompanit veta. Qysh? Jo të fati, se edhe fëmija thëmë, zbën fëmijë, dhe më thonë me adhon peshkon, që thojnë Japan të përdorin këto, zbën me adhon fëmijëv peshkon e gatshëm, po të veç me mësu që me zonë peshkon. Edhe ata do më thonë, i bojnë kompanin, dhe punojnë me kondicionet e njëjta si kurse të gjithë subkontraktorët e tjere. Kur të bojnë, për shambull, evrej, okej, kanë mësu mjaftueshëm, atëre, fëmija mi, jenë pasarës dhe mi. Po do të më mësu e vetë njëherë, që me zonë peshkon. Edhe gradë, që me hongër peshkën, vërtet, me zonë peshkën, e mësojone, me hongër të më thonë, e hanë peshkën parë, marë të ashtë përshemë, marë postë menagjus, edhe fëmija do të me dëshmu vetën, njëjtë, si kurse e tërë familja, rrethi familjarë. Vajzën time, e ka firmë me vlojnë tim, që 3 vite punojnë për ne, në kontraktora mo, me çmimet e njëjta si kurse të tjertë. Ashtë Gjerman, ashtë Shqiptar, se më interesan. Ata do të me dëshmu vetën që ata mujnë bjetojnë... I bjenë që kur ty që s'ka dhonë puna i Gjermanin fillim, ti ju jep tash atyne. Po, mirë po, unë e faktura që ja paguj, vajzës time, është inxhinieri projektit. A, ta s'kan punë me ty me thonë paguj? Jo, veç vajza për shemë thirë, thëtë babi, thëtë këshërë qatë fakturë pak ma shpejt se kena me i pagu rogat. Okej, ta shkër thirë vajza, thëmë, hej, kryne se të faktura për shemë pak ma shpejt, ndërhyjnë ashtë të vajza, edhe të vlojnë do njerë, po jo me qmime këto. Jo me qmime. Kondicion është i njëjtë. Apo nga kalëzon, sa euro e nxjerë mujën një biznismen, afërsisht? Dhe gjë, qatë shifër mje folë, s'ja vlemi folë të, besë. E, sa hargjan? A kështë mujtë me jetu për shemë me një rogë 500 euro në Kosovë? Unë e këmë thonë gjithë, jo, së tash. Unë e thëmë gjithë. Njeri nuk bën me punu në atë kuptimin, nuk bën me punu vetëm për më ushqyje. Gjithë mund kërë këmë punu e këmë thonë 10%, do më thonë të ardhërav, e këmë hargju e luks. 90% i këmë investu gjithë mund. Jo, merën 1.000 euro, hargjën 1.000 euro, ti kemi me të punu të njëtën. Fito, mundu vetëm kërë i ri, ta kesh plesnin e mirë. Unë e këmë investu në plesni. Se këmë thonë, e fitoj 1.000 euro, e këmë hargju 100 euro, e më dalë desko. E këmë fitu 10.000, e këmë hargju 1.000. E fitoj 100.000, ta është hargju 10.000, ose atë, e gjithë 10% e këmë hargju loks. Okej, 10% luks. Loks. E sa kështë mujtë me jetu në Kosovë?
500-600 euro. Unë jam, kishtë ato me shumë modest, me të vërtetën shumë modest. Nuk blej, me thonë, nuk blej veturat mira, e blej veturën që më pëlqen që ndjena mirë, por nuk ekspozohem se s'u ka interesu ekspozimi korë. Unë e kom qenë për shembull pas kualitetin e jetës. Nuk kërsej për luksin tim, për familjen time, për pushimet mira me bo. Por nuk bëj luks. Me abuzu. Që për shembull njëherë, po ta bërë një shembull. Shkojnë një parking Prishtinë, tha 2 euro. Thash 2 euro parkingu? Tash jonë vje kesh. E se parkova heq, shkova tjetër këm parkova. Shkova të hotel Garon dhe hina poshtë, 1 euro kanë. Për shembull. Pse jo? Të doke se për të mashtrona, Ja, më doke abuzim do më thonë ndaj qytetarëve të tjerë. Unë mu e paguj, po së mu e paguj qytetarë tjerë, në thëmë jo, së ty shtë 2 euro, ose bën çmimin standard, që përshtatet me realitetin në Kosovë, po jo 2 euro, se 6 euro është një hotel këtë që është poshtë, parkingu në hotel poshtë, së në ditina, kur dola, e ta 2 euro, do më ta euro, I kam edhe 2 pyetje të fundit. Po befasova kështu. Se na ikën minuta, të knaqëm të bisedu. A ti zgjidh parja këtë problemet? Problemet, lumëturin jo. Lumëturin e ka njëri është i lindër. Po thomë kështu me lumëturin, parës problemet zgjidh, po jo lumëturin. Jo lumëturin. Se me pare, po thomë, bën shumë gjona. Ka njerëz që me pare edhe në prish. Në shkatru familja. Ata që më njofin, sikur s'kum pas pare, sikur këm pare, bili ma bujnë edhe familja, vlasdje ka njerë. Të në qybe kërës për marrën vesh, a ki pare, a s'ki pare. Kërës në vrejnë, se gjithë jemi njëjtë. Modest kam qenë gjithë mund. Kur se vrejnë, se ku du të me vrejt ata. Me pa gjepin ma. Po jo se ka njerë ka kontratat, mirat, bukra, po ka dhe për shembull investimet. Kur ki investime pronat mdoja, normal njëri ngushtohet ka njerë, a kupton? Okej. Po nuk vrejnë. Pyetja e fundit. Me bo me i pas në logari, veç 16 euro e 41 cent, si Albin Kurti. Qa kështë bo? Qërë tash, me konë një kompani private, me të vërtejet, është angth. Angth? Kish ka pa angthi? Kompani private. Më kish ka pa angthi, se e kisha menduar çka do të bëj me fëmijët nëse nesër smut dikush nga fëmijët. Okej, Albin Kurti tash po them me çdo respekt, për të gjithë ata që janë politik, s'ka lidhje e cilës parti, sa ata unë them, do të më kom patriot për me qenë politik, sa ata do më thonë, kontribuojnë, punojnë për ne. Unë e këmë thonë për disove, respekt për juve. Punën që e bëni jo, unë e se bëjas 20%, po fitoj sa 100 herë jo. A kupton? Se punë bëjnë shumë, unë e mendoj që i fitojnë pak. E tash për shembull Albin Kurti, më të vërtet punën që e bojnë, ose s'ka lidhje cilë është ai. Kretë në rregullat pjesë, po ti nëse i ke 16 euro... Unë kisha pas angth për vetën, kisha pas angth, s'u kish marrë gjumi, po thon, Albini është i punë shtetit, shteti garanton prapë se prapë rrogën. Në fund muaj do ta ketë rrogën tjetër. Ja, ju kanë me 31, nesër më ka dalë rroga tjetër u mush, do më thonë, në rregull është. Faleminderit shumë, kënaqësi që ju pata sonte. Faleminderit juve. Shumë suksese Faleminderit. për këto histori dhe për gjitha mesazhet që i përson. Faleminderit edhe për gjithë juve për zonjat këtë, respekt, Zoti ju rujt.